Kosovës, konvent që është pritur ndryshe edhe brenda Partisë Demokratike të Kosovës, një konvent që nuk ka gjetur përsëri një garë të hapur brenda Partisë Demokratike të Kosovës. Për që shprit ndryshe është mirë, sepse kur ka zëra kundër që spajtohen me veprime të shpejta ose veprime jashta procedurale, çdo herë është e mirë kur ka reagime të tilla, dhe në këtë prizëm besoj që zoti Hoxhaj kërkush s'pemon që s'ka pas drejt që ka reagu, sepse i njëjti pretendon që për shkak të garës së shpejtë është muhu e drejta për me garu. Se që kam thënë kalumon, unë kam prit dhe kam thënë shumë shpesh që do t'ishte shnosh që PDK të ketë një garë të brendshme. Po me gjas janë dy arsye pse kjo konvent është mbajtur shpejt. E para, besoj unë që ka të bëjë më shumë janë zhvillimet e brendshme që pa diskutim ishin në prag të një shpërthimi dhe janë ende në një tension të dukshëm për brenda, po ende ndoshta sipërfaqe nuk ka dalë. Dhe ideja që të mos mbahet një konvent, ndoshta më vonë që të përgatitet ka dalë ose mas disa muajsh që kish mujt me nxit reagimet të brendshme, kandidatura të reja, mos pajtime, ndoshta kish sjell PDK përpara një sfidë në cilën nuk kemi mësuar me pa që nga dita e themelimit pra e një diskutimet e brendshme që se kishu askund dhe përvoja të tilla kemi pa me subjekte të tjera politike. Kjo është besoj një arsye me menaxhu këtë situatën e brendshme dhe dyta është urgjenca e zgjedhjeve që mbahen në dhjetor, sepse gjitha drejtimet po çojnë andej dhe ndryshe është kur jemi kryetar zgjedhur pas dorëheqjes me një konvent që është mbajtur ndryshe mos kesh fare, domethënë kryetarët se më shku me një ushtrues të tyre. Këto janë dy arsyet që sipas meje e kanë çuar përpara që kjo konvent që ka qenë padyshim një skenar prej dorëheqjes deri te zgjedhjes së zotit Hamza, ka shije që ka qenë skenar në mesën e shumë prej individëve të PDK-s para se zoti Krasniqi të jap dorëheqje dhe kështu ka ndodhur. Por po do më komentu pak këtë entuziazmin që përmendi Ridvani, sepse pajtona ky është besoj elementi kryesor në PDK që është pasët. Pra ne kemi një kryetar sikurse gjithë votuan absolutisht pro atij kryetari, por të gjithë e shohin si një personalitet i cili është zgjedh për mi i tejkalu këto dy probleme që thash më parë, pra unitetin e brendshëm dhe zgjedhjet, por unë besoj është diçka tjetër këtu. Të gjithë po presin çka ndodh me mendimin e Hag në mars dhe prill. Pra unë besoj që sfida e vërtetë e PDK-s do të jetë atëherë. Dhe zotit Hamza, sepse nëse ka verdikt potencialisht një dënimi atje ku nuk do të thënë as që s'ka drejtëseli, unë besoj që aty e pret sfidën e vërtetë PDK. Pra aty do të shihet sa është të bashkuar PDK. Aty do të shihet sa këto grupe e kanë interes me mbajtur bashkuar PDK-n dhe me çu përpara në subjekt të rëndësishëm politik që ka punuar në shtet ndërtim. Pra për mua kjo është e dyta nëse ka vendim lirimi dhe kthehen njëri prej kandidatëve, zotit Veseli, zotit Thaçi, këta janë dy themeluesit e PDK-s, atëherë do të ketë prap zhvillime të reja në PDK. Sepse kthimi i tyre nuk e besoj që do t'i lejë jashtë politikës dhe prap ka një ridimensionim, unë e shoh një ridimensionim të PDK-s pas vendimit në Hag, kështu muj me qujt me përmbledh. Dhe fundi se preket Ramizit. Është situatë e re politike që. Po, është ridimensionim, prandaj kjo është e përkohshme çka ka ndodhur sot. Prandaj s'ka entuziazëm, është e vërtetë. Prandaj nuk janë pritjet e mëdha nga zoti Hamza dhe nga PDK-ja. Pra nuk kjo është e vërtetë çka po ndodh. Zoti Hamza besoj që ka marrë rezultate më të mirë mund shumë në shkurt. Nuk e besoj që mund të përsërit më shumë se kaq. Unë nuk pres paktën për veti. Kështu që është rastësishme kjo që përmendit, domethënë Ridvani, edhe sipas meje. Dhe fundi sa përket Ramizit Lladrovcit, pavarësisht kundërshtimeve të zotit Dorshtaku, unë besoj që Ramiz Lladrovci do të kthehet në PDK, sepse ai ka fituar me votat e PDK-s si kryetari i Drenasit dhe unë besoj që aty e ka vendin. Dhe dyta nuk ka asnjë lloj arsye ai të mos kthehet në PDK, sepse thotë që është PDK, dhe e treta nuk ka asnjë arsye që kryesia e re të mos e pranojnë në PDK, sepse janë një mekanizëm i ri i kryesisë që nuk e ka marrë vendim mos me lënë ta kthej Hamza Lladrovcin. Natyrisht që po. Patjetër. Pavarësisht kundërshtimeve të zotit Dorshtaku, edhe këto zotit Dorshtaku janë po flas veprime shumë normale, s'po e quaj te natit, po të një ballafaqimi politik. Ai thotë unë e kundërshtoj, por nëse partia vendos me kryesinë, zoti Dorshtaku nuk mund të jetë kundër një kryesie dhe një partie. Ai po shpreh qendrimin e tij dhe mirë është